Komuna e Zhëlinës nga Ministria e Transportit ka siguruar 1.9 milion euro për 12 projekte. Ndër këto projekte hyn edhe rruga Merov-Sallarep, e cila u promovua sot me pjesëmarrjen e zëvendës ministres së transportit Kaltrina Zekolli dhe kryetarit të komunës së Zhëlinës Blerim Sejdiu, por edhe banorëve që gravitojnë në këto zona. Vizioni ynë ka qenë se nuk do të investojmë në qendra, por edhe në periferi, u shpreh kreu i komunës së Zhëlinës. Bisedohet për mjetet cilët ne si komunë e Zhëlinës i kemi fituar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Ky projekt është diku prafërsisht 3 kilometër dhe duhet kuptojmë se bisedojmë për fazën e parë të realizimit. Gjerësia e rrugës është 5 metër me asfalt dhe 1 metër me pankinë. Në totalitet bëjmë fjalë për 13.000 m2 pra asfalt të shtruar në këtë fazë. Sikurse Blerim Sejdiu, po ashtu edhe zëvendës ministrja Zekolli potencuan se kjo është vetëm faza e parë e projektit. Investimet sipas saj bëhen për të fuqizuar komunat. Bëhet fjalë diku për 2.5 kilometra gjatësi dhe 6 metra gjerësi të rrugës. Kjo është vetëm faza e parë, diku 1.3 kilometër, nëse nuk gabojmë, është përfunduar. Duhet të vazhdojmë me fazën e dytë. Gjithsej si Ministria e Transportit për Komunën e Zhëlinës kemi siguruar 1.9 milion euro me gjithsej 12 projekte. Vetëm për 2 vite do të kemi arritur që të bëjmë një investim të tillë për të decentralizuar dhe për të fuqizuar komunat tona, gjithashtu edhe për të rritur standardin jetësor të banorëve të secilit vend në shtetin tonë. Investimi konkret sipas zyrtarëve është me gjatësi prej afër 3 kilometrash me 5 metra gjerësi asfalt, ndërsa bashkë me bankina rruga arrin gjerësinë 6 metrash me gjithsej 13.000 m2 sipërfaqe të asfaltuar.